Në këtë edicion do të ndiqni Bizneset e Gjakovës takohen me përfaqësues të dhomës së tregtisë së industrisë. Bari të rritur e shkure në Parkun e Lirisë, mirëmbajtja mungon për shkak të një kontesti gjyqësor. Me 27 korrek rikthehet edhe këtë verë turneu Streetball Gjakova 3x3. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Kafja mëngjesit me bizneset e Gjakovës, kështu titulloi organizimi sotëm realizuar nga dhoma e tregtisë dhe industrisë. Në këtë takim puna u fol për mundësi dhe forma të reja të bashkëpunimit dhe mbështetjes që duhet dhënë bizneseve lokale. Për një mëngjes punë ndryshe, përfaqësues të bizneseve të Gjakovës u bashkuan sot për të ndarë shqetësimet e tyre me përfaqësues të dhomës së tregtisë dhe industrisë dhe drejtues të institucioneve lokale. Kjo kafe e përbashkët e larg formalitetit ka nxjerrë në pas sfida reale që sipërmarrësit përballen çdo ditë duke filluar nga kostoja e lartë e energjisë deri te mungesa për krahas konkrete për produkte vendore. Organizatorët thanë se qëllimi i këtij takimi është të ruajnë interesat e bizneseve dhe të kuptohet më shumë se cilat janë problemet e tyre. Theksi diskutimit ishte edhe të kërkesat e bizneseve për më shumë mbështetje financiare, për të cilat u premtua se me implementimin e logjikës ekonomike do të ketë trajtim më të mirë të bizneseve. Gjatë këtij takimi u fol edhe për gjetjen e formave dhe mundësive të reja të promovimit të produkteve vendore nga prodhuesit lokal. Kjo pasi shumë prej produkteve të tyre gjenden edhe në tregun ndërkombëtar dhe janë pranuar nga blerësit e atjeshëm. Bashkëpunimi mes bizneseve dhe institucioneve është i domosdoshëm, por duhet të kalojnë nga fjalët në veprime konkrete që ndihmojnë zhvillimin ekonomik të qytetit, u tha Mestirash në këtë takim pune. Mirëmbajtja Parku të Lirisë në Gjakovë as këtë verë nuk po duket të jetë në nivelin e kënaqshëm. Shkure e bari të rritur të shes syrin në një pjesë të madhe të parkut. Gavarësia Islame thonë se kjo hapësirë është në kontekst gjyqësor dhe pasi të përfundoj procesi do të mund të mirëmbahet. Parku i Lirisë në Gjakovë edhe këtë verë si në 20 vitet e shkuara nuk mirëmbahet si duhet. Gjatë verës është i mbushur me shkurre dhe bare që nuk largohet asnjëherë. Nevruz Gjoçi, kryetari i Këshillit Lokal nr. 8, tha se banorët e kanë të pamundur të kalojnë në këtë pjesë për shkak të mungesës së mirëmbajtjes dhe gjarpërinjve që ka në këtë vend. Por kjo është nxjerrje pak jashtëzakonisht vështirë, po për mirëmbajtjen e tij duhet kosto të madhe. Kështu që kushton vetëm premja barit kushton diku 2000-2500 euro, është vlera jashtëzakonisht e madhe. Gjoçi gjithashtu tha se ka kërkuar edhe nga Bashkia Islame në Gjakovë, e cila njëkohësisht është edhe pronare kësaj hapësire, por edhe nga komuna e Gjakovës që të bëjnë një zgjidhje në pastrimin e parkut, sidomos gjatë verës. Biseda kena pas, po për shkak mungesës fundeve është e pamundshme. Mirëmbajtja e parkut. Kena kërku ku baskua me pas aktivitete, bilis pak të njërën vit, mu bëhe premja barit e gjona tjetër, se në barit tash kanë fillu me dole dhe gjarpit e gjona tjetër, po për shkak mungesës fundeve është e pamundshme, se edhe Bashkia Islame nuk i ka ato fundet që i kanë të tjerët kështot. Për këtë shqetësim të banorëve kemi kontaktuar Bashkinë Islame në Gjakovë, të cilët në një përgjigje me shkrim kanë pohuar. Parcela që gjendet mes xhamisë së Kullësorit dhe mejtepit të Alel Efendis është pronë e Bashkisë Islame. Aktualisht kjo parcelë është objekt i një kontesti gjyqësor me Qeramorsin, i cili pa mburur kontestin nuk po mirëmban ashtu siç i takon, dhe as nuk është i gatshëm ta lirojë atë. Me që nuk bëhet fjalë për pronë publike, konsiderohet e papërshtatshme që kjo çështje të bëhet objekt trajtimi medial. Institucionet do të vazhdojnë të ndjekë procesin në rrugë ligjore, me qëllim që prona të kthehet në shfrytëzim të rregullt. Përkundër kësaj, disa banorë kanë pastruar dhe prerë barin në një pjesë të Parkut të Lirisë. Ndërkaq kjo pjesë e Parkut të Lirisë, pra siç njihet fusha e futbollit, është pastruar, por edhe është hequr bari me iniciativë të vetë lagjës Gec, por edhe të gjithë lagjës që është rreth Parkut të Lirisë. Parku i Lirisë dikur ishte vend ku kishte gjelbrim dhe fusha futbolli në të cilin mblidheshin qindra të rinj që argëtoheshin. Një projekt që synon angazhimin e të rinjve në tregun e punës ka nisur në zyrën e punësimit në Gjakovë. Çlirin Vesa nga kjo zyrë ka ftuar bizneset e komunës së Gjakovës që të bëhen pjesë e këtij projekti, sepse përmes tij marrin përfitime të ndërsjellta si punëdhënësi ashtu edhe punëmarrësi.
Përmes projektit SAS zyra regionale e punësimit në Gjakov të gjithë bizneset që të paraqiten në zyrën e punësimit të regjistrohen nëse nuk e kanë bërë deri tash. Këshilltari i punësimit në këtë zyrë Çetin Vejsa tha se bashkëpunimi i bizneseve me këtë projekt është shumë i rëndësishëm. Ne kemi një listë të gjerë të personave të cilët janë të afër për punë për momentin dhe që janë në kërkim të punës. Pjesa jonë është me qenë si një urë ndërlidhëse midis biznesit edhe personave që janë në nevojë. Dhe më shumë me sigurimi pavarësi financiare që tashmë ata deri tashmë nuk e kanë pas. Ka biznese që kanë ardhur para se me bë firën, po është një numër i vogël sepse nuk janë të njoftuar me punën e zyrës punësimit, andaj ata shumica din kur zyra punësimit, por vetë që duhen marrë me regjistru. Kjo procedurë nuk marr shumë kohë, ka çka duhen me pas në vetë është një letë njoftim të pronarit si kopje, apo gjithashtu certifikatën e biznesit që jep më shumë informata për veprimtarinë e biznesit. Vejsa gjithashtu tha se projekti SAS ka për qëllim të krijojë një urë efikase ndërmjet punëdhënësve dhe punëkërkuesve. Projekti SAS ka ardhur si një nevojë domosdoshme për eliminimin e disa prej kriterëve diskriminuese që skema aktuale ka. Deri më tash kemi pasur raste kur momentin që një person është i anëtarëve të familjes është punësu, me njerëz familja është largu prej asistencës sociale, ose nëse fëmia më i vogël ka mbushur mosën 5 vjeçare, ata janë largu prej skemës. Tash me reformën që po shtondo prej Ministrisë Financave, financuar nga Banka Botërore, kjo politik diskriminuese largohet, ju jepet pak kohë familjes që më marrë vetën edhe më pas kohë që më qas tregun e punës. Krejtësynimi jonë është që më arrit me shtit në vendet sigurta të punës, këta persona të cilët deri më tash janë kontë varur për asistencë sociale, ka për tyre qenë me vite të tëra në varur për asistencë, kështu që na jemi të tentuar me gjetë një vend të sigurt dhe të shndrueshëm për ta. Andaj shfrytëzorasim me punë firë të gjitha bizneseve në komunën e Gjakovës që me shfrytëzu rastin sepse gjithashtu qeveria ka bërë një skemë e cila subvencionon pagën për me nxit atë që më marr punëtor të rinj. Këshilltari i punësimit Vejsa tha se bizneset është mirë të jenë pjesë e kësaj nisme të përbashkët sepse kështu kontribuohet në krijimin e një ambienti më gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm të punësimit. Kuvendi i Kosovës ka dështuar të konstituohet për të 37-ën herë me radhë në mungesë të votave të mjaftueshme për zgjedhjen e kryetarit të këtij institucioni legjislativ, ndërkohë shoqëria civile sot organizoi një aksion simbolik për të kundërshtuar neglizhencën e deputetëve për konstituimin e kuvendit. As sot nuk u arrit numri i duhur për të formuar komisionin për votim të fshehtë. Kjo situatë bëri që kryesuesi i seancës konstituive, Avni Dehari, ta ndërpres seancën për të takuar përsëri pas 48 orësh. Ndërpritet seanca shihemi 27/6/2025 në orën 11. E para fillimit të seancës, duke qenë të pakënaqur me dështimet e njëpasnjëshme, shoqëria civile ndërmori një aksion simbolik para kuvendit të Kosovës. Megjide Demolli, drejtoresha e organizatës FOL, tha se ky aksion do të vazhdojë nga tash e tutje, për të takuar çdo të dytën ditë për të kundërshtuar bllokadën institucionale. Përmes këtij aksioni protestues ne përshfaqim pakënaqësitë tona lidhur me mos konstituimin e kuvendit edhe gjatë kësaj dite me gjatë do të vazhdoj rutina e njëjtë, seanca e 37 do të mbahet dhe vazhdojmë të kemi një blokadë nga gjithë deputetët e kuvendit të Kosovës. Si organizata shoqëri civile, në të kaluarën e kemi pas edhe një performancë, kemi mbajtur takime me partitë politike dhe kemi shpreh shqetësimet tona për mos funksionalizimin e kuvendit të Kosovës. Dhe ky do të jetë aksioni i vazhdueshëm së ditutje në çdo të dytën ditë, siç do të vinë edhe deputetët në kuvend edhe ne do të jemi këtu për të kundërshtuar bllokadën që është krijuar nga partitë politike dhe nga deputetët. Ndërkaq nga Instituti Demokratik i Kosovës, Eugen Cakolli, i cili ishte pjesë e protestës, kuvendin e cilësoi si një cirk të demokracisë, dhe se kjo situatë i ka kaluar kufijtë e normales. Ajo çfarë po shohim është që ndonse për gjithë qytetarët, për publikun në përgjithësi, kjo situatë tashmë i ka kaluar gjithë kufijtë e normales dhe është bërë boll, siç po thonë edhe disa prej pankartave tona, të vetmëve që nuk po bëhet vonë e nuk është bërë boll, duket që janë deputetët e kuvendit, cilët me një papërgjegjësi të plot janë duke trajtuar situatën aktuale si diçka të zakonshme, ndonse situata nuk është e tillë, dhe që tashmë kuvendi është ndruar në një cirk të demokracisë i cili po vazhdon me shfaqjen e një tragjikomike ku çdo 48 orë deputetët mblidhen për disa minuta punë dhe ndonse po shohim që të njëjtëve pagat po ecin, puna e tyre e marrë së bashku që nga momenti kur është duke u tentuar që të konstituohet kuvendi, mezi arrin 2 orë të plota efektive pune.
Cirku i Republikës së Kosovës, punën e sodit mos e le për mas nesër. Deputet, emri juaj është bllokuar. Ishin disa nga pankartat që protestuesit sot mbanin në duar në shenjë proteste për mos konstituimin e kuvendit. Hapësirat rekreative në Shkugës po vazhdojnë të frekuentohen edhe gjatë ditëve të verës. Adhuruesit e natyrës thonë se Shkugën e shfrytëzojnë orare të ndryshme dhe gjithmonë ndihen mirë gjatë shëtitjes në këtë zonë. Përkundër temperaturave të larta që kanë përfshirë vendin, Shkugza mbetet një ndër destinacionet më të frekuentuara nga qytetarët e Gjakovës. Natyra tërheqëse, hija dendur dhe freskia e mëngjesit i bëjnë vizitat aty të pëlqyeshme edhe në ditët më të nxehta të verës. Dy nga qytetarët që takuam sot na thanë se shëtitjet në zonën e Shkugzës i kanë të përditshme në orare të ndryshme. Për momentin jemi të orë për ditë, se edhe pak burri për ka nevoj, edhe masi është me ngjas hala nuk është nxehtë. Kështu që për kemi qef desa të botë edhe pak më nxehtë. Kur të botë edhe pak më nxehtë në shtalojmë këtë natje, vim mbrëmje. Dalim në zakonisht, qysh ta kem kohën e përshtatshme, sidomos edhe në nxehtësi nuk na pengon. Dalim se ka hijet. Edhe kur vapa bëhet e padurueshme, Shkugza mbetet një streje freskët ku qytetarët gjejnë qetësinë dhe pushimin që u nevojitet, thanë të tjerë qytetarë prapa kamerave. Vetëm pak kilometra larg qytetit të Gjakovës ndodhet fshati Muglic, i rrethuar me pyje e hapësira të shëndetshme, të cilat ofrojnë ambiente relaksuese. I shtrirë në një ambient rural, fshati disponon me bukuri të shumta natyrore. Muglica është ndër ato fshatrat ku bukuria natyrore dhe kodrat përreth janë të mbuluara me gjelbrim gjatë pjesës më të madhe të vitit, ndërsa fushat pjellore përbëjnë bazën e jetës për shumë prej banorëve të zonës, të cilët edhe sot vazhdojnë të merren me bujqësi e blegturi. Nga çdo pikë të lartë të fshatit, qyteti i Gjakovës duket qartë, duke krijuar një kontrast të bukur mes jetës urbane dhe qetësisë rurale që mbretëron në Muglic. Përveç natyrës, Muglica është një prej fshatrave që ofron më shumë se sa shihet në pamje të parë, një vend ku qetësia, natyra dhe lidhja ngushtë me historinë krijojnë një atmosferë të veçantë për çdo vizitor apo banor që jeton në këtë fshat. Sipas banorëve me të cilët biseduam prapa kamerave, treguan se ky fshat nuk është vetëm një peizazh i bukur, por edhe një vend me histori, e përmendur në dokumentet osmane që nga shekulli 16. Muglica ka ruajtur gjurmë të kulturës dhe traditës ndër breza, duke qëndruar gjithmonë e lidhur ngushtë me Gjakovën, vetëm pak minuta larg. Turneu i shumëpritur streetball 3x3 rikthehet në Gjakov, duke shndruar qytetin në një arenë basketbolli. Skuadra nga Kosova, Shqipëria e Magjer do të përballen në duele të ndryshme, duke i mundësuar publikut një spektakël të veçantë sportiv. Streetball Gjakova 3x3 do të vazhdojë edhe si vjet në parkun e qytetit në Gjakov, drejton Raci, njëri nga organizatorët e këtij eventi sportiv, tha se edhe këtë edicion do të ketë befasi të shumta. Si vjet koma pas edhe 3 kontest për 3 pikë, ka më konë një rësi, se vitin e kaluar se kena pas, ka më pas shumë rësi qera që pjallojmë kohës dhe keni më mujtë më arë dhe vetë mi pa. Raci shtoi tutje se ekipet pjesëmarrëse do t'jenë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, ku edhe këtë herë do të ketë një rivalitet mes ekipeve. Si vjetë ka më pas rësi pak më ndryshe, ka më konë edhe ekipe për Shqipërisë dhe Maqedonisë. Edhe me ndoj që ka më konë një data 27 korrekt ka më konë një ditë feste për këtë qytetin e Gjakovës. Turneu Streetball Gjakova 3x3 fillon në mbrëmjen e 27 korrikut dhe do të ketë karakter garues, ndërkohë organizatorët thonë se do të ketë edhe shpërblime për vendin e parë dhe lojtarët më të mirë në këtë turne. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga monti me diell, me temperatura që kanë lëvizur nga 19 deri në 34 gradë Celsius.
Për nesër parashihet motë me diell, me temperatura të cilat do variojnë nga 21 deri në 37 gradë Celsius. 20 deri në 35 gradë Celsius parashihen vlerat e temperaturës gjatë së premtes, karakterizuar nga motë i vranët e me diell. Motë me diell parashihet gjatë së shtunës, me temperaturë minimale 18 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 32 gradë Celsius. Për të dielën, temperatura do variojnë nga 17 deri në 32 gradë Celsius, karakterizuar nga moti me diell. Moti ngjashëm parashihet edhe për të hënën, shoqëruar nga temperatura 18 deri në 33 gradë Celsius. Edhe për të martën parashihet motë me diell, me temperatura që do lëvizin nga 18 deri në 34 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Bizneset e Gjakovës takohen me përfaqësues të dhomës së tregtisë së industrisë. Bari të rritur e shkure në parkun e Lirisë, mirëmbajtja mungon për shkak të një kontesti gjyqësor. Me 27 korrek rikthehet edhe këtë verë turneu Streetball Gjakova 3x3. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe rrjetet tona sociale. Miropafshim.